Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se vini në televizionin Skan në intervistën e të hënës. Sot ndalemi tek plani i përgjithshëm kombëtar, tek plani i Bregdetit si dhe plani i përbashkët për zonën Tiranë-Durrës. Në fakt, Ministria e Zhvillimit Urban ka qenë duke konsultuar gjatë këtyre kohëve të treja këto plane, por do të ndalemi edhe tek plani i vendorëve. Vetëm pak kohë më parë, Ministria e Zhvillimit Urban tenderoi të paktën procesin për hartimin e planeve të 26 bashkive. Për të folur rreth këtyre temave, kemi të ftuar në studio drejtorin e zhvillimit të territorit në Ministrinë e Zhvillimit Urban, zotin Ertil Jola. Faleminderit që erdhët në studio. Faleminderit. Fillojmë së pari me të tre planet, në fakt që ju i keni pasur në fazë konsultimesh. Po. Planin e përgjithshëm kombëtar, planin për Bregdetin si dhe planin për zonën e përbashkët Tiranë-Durrës. Cilat kanë qenë disa nga pikat që keni konstatuar ose që të cilat janë debatuar më së shumti në fazën e konsultimit me grupet e interesit? Fakt ju i përmendet, Ministria e Zhvillimit Urban ka përcaktuar 3 prioritete kryesore, procesi i cili ka filluar rreth 2 vite më parë, konkretisht për hartimin e 3 instrumentave në nivel kombëtar. Planit përgjithshëm kombëtar, planit integruar ndërsektorial për Bregdetin dhe planit integruar ndërsektorial për zonën ekonomike të Tiranë-Durrës. Sigurisht ka qenë një proces i cili është dashur kohë për të mbledhur informacionin e nevojshëm, për të kryer analizat e nevojshme, dhe ne kemi mbritur tani në një fazë finale, që është faza e konsultimit me aktorë të ndryshëm. Dua të përmend tu se ky proces konsultimi nuk është se ka filluar vetëm para 2 muajsh, ka qenë një vazhdimsi e punës sonë, kemi takuar grupe të ndryshme më të vogla teknike apo grupe tjera interesi, të cilat ne i kemi konsideruar me vlerë për të qenë pjesë e këtij procesi, por vetëm para 2 muajsh kemi filluar formalisht një takim me grupe të ndryshme, duke filluar nga institucionet akademike, nga organizatat jo të fitimprurse, profesionistë të lirë, takime me gjitha ministritë si autoritete qendrore të planifikimit, takime me gjitha bashkitë si autoritete vendore të planifikimit, gjithashtu kemi takuar edhe grupe të ndryshme biznesi dhe interesi, të cilat kanë një vlerë të shtuar dhe duhet marrë dhe input i tyre për të arritur cilësinë e nevojshme dhe për të marrë në konsiderat gjitha ato nevoja që duhet parashikuar në këtë nivel planifikimi. Në fakt, tek plani i përgjithshëm të paktën do të jenë vendorët ata që do ta përputhin me planet e tyre vendore, pra njësitë e reja. Si ka qenë feedbacku i këtyre institucioneve, të paktën gjatë fazës konsultimeve? Pa mbërritur aty, do doja të vlerësoja faktin që këto dokumenta kanë një vlerë strategjike të një rëndësie në nivel ekonomik, në nivel politik dhe në nivel ligjor. Ligjor sepse është detyrim ligjor të kemi të hartuara dokumenta në nivel kombëtar, burojnë edhe nga direktivat evropiane, por edhe nga ligji për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Është një nivel politik sepse në farë mënyrë shprehin vizionin për zhvillimin e vendit në 10-15 vitet e ardhshme, duke marrë bazë programin e qeverisë dhe janë të një rëndësie sigurisht ekonomike sepse do të krijojnë klimën e favorshme dhe të besueshme për investime afatgjata. Dhe në këtë kuptim, më shumë se sa plane urbanistike, këto janë plane zhvillimi, cilat e parashojnë Shqipërinë e 2030 si një Shqipëri e antarësuar në Bashkimin Evropian, por kjo nuk nënkupton vetëm faktin de facto që Shqipëria do të jetë anësuar në Bashkimin Evropian, por janë edhe një sër standarde të tjera që duhet të arrihen në sektor të ndryshëm për të mbërritur në një nivel pranueshëm që ne të aderohemi me të drejtat plota në Bashkimin Evropian. Ja, kuptoj. Krahasuar me draftet finale që keni ju sot, në fakt që keni sjell për konsultim, cilat kanë qenë disa nga propozimet më pikante le të themi të grupeve të interesit? Po, e drejtë. Në fakt ne arsyem se e bëjmë procesin e konsultimit nuk e kemi vetëm detyrim ligjor, e bëjmë sepse e konsiderojmë të rëndësishme të kemi një komunikim me të gjitha grupet e interesit, duke marrë ato informacione të cilat gjatë punës tonë mund të kenë mbetur të patrajtuara në dimensionin dhe në specifikën e tyre. Ky është një proces shumë kompleks, sepse është një përqafje shumë dimensionale. Në fakt, mënyrë ne na është dashur që të integrojmë interesat të ndryshme sektoriale të vendit, duke dhënë nga njëra anë garancinë për zhvillimin e vendit për 10-15 vitet e ardhshme dhe nga ana tjetër duke ruajtur dhe i trajtuar resurset natyrore si burime të fundme, që nënkupton se ato duhet të jenë edhe potenciale për brezat që vinë. Këtë kuptim, shumë nga sugjerimet që kemi marrë janë marrë për reflektim në dokumentat cilat do të përmbyllen në fund të muajit dhjetor, por ka dhe nga ato propozime të cilat ndoshta duhet të jenë subjekti një diskutimi më të detajuar që mund të jenë për planet në vijim. Për shembull, një nga propozimet më interesante që kemi marrë edhe në fakt ka gjetur një interes të gjerë në gjithë territorin, është propozimet për aeroporte. Kudo që kemi shkuar, kemi patur një propozim për aeroport. Po gjithë jemi koshient që s'mund të kemi aeroporte të panumurta në Shqipërinë e vogël që duhet të administrojmë. Dhe në këtë kuptim ne kemi justifikuar dhe kemi dhënë shpjegimin e nevojshëm që në kushtet e Shqipërisë
për zhvillimin e vendit në 10-15 vjet të ardhshëm do të konsiderojë më fizibël propozimi i vetëm 2 aeroporteve të reja, që në fakt kanë edhe një lloj historiku në të tyre. Një aeroport në Verin, në qytetin e Kukësit, dhe një aeroport në zonën e jugut. Akoma nuk është specifikuar konkretisht terreni, por për arsye turistike dhe për të dhënë një maksimizim flukseve të vizitorëve që e shohin këtë territor si një territor potencial për zhvillim turistik, kanë qenë propozime të qëndrueshme. Po sigurisht gjitha reflektimet dhe propozimet që kemi marrë në një farë mënyrë ju kemi dhënë shpjegimin e nevojshëm pse në ndonjë rast nuk janë marrë në konsiderat ose pse në raste të tjera janë marrë në konsiderat. Propozim tjetër ka qenë edhe lidhur me portet. Sigurisht që në brezin bregdetar ne e shohim Shqipërinë si një potencial të madh turistik dhe në këtë kuptim duhem parashikuar dhe vendodhje të saktuara për zhvillimin e platformave marinare, për pjesën e porteve të vogla, por 4 portet kryesore janë portet cilat ne i sugjerojmë që të marrin një zhvillim specifik. Porti Durrësit duhet marrë një karakter për tregtinë e mallrave, porti Vlorës duhet marrë një karakter për zhvillimin energjetik, porti i Shëngjinit me qëllim peshkimi dhe porti Sarandës kryesisht me qëllim turistik. Ka pasur në fakt edhe një propozim për një port në Ksamil, porte të tjera të vogla, mund na thoni ndonjë detaj në lidhje me këtë? Në fakt ne i kemi marrë në konsiderat si opsione të mundshme, por në fakt nuk mund të jenë subjekt të këtyre dokumentave niveli aq i detajuar i planifikimit. Këto dokumenta japin parimet bazë dhe politika mbi të cilat duhet mbështetet puna për hartimin e planeve vendore. Dhe gjitha bashkitë që sot administrojnë brezin bregdetar do të kenë për detyrë që të përkthejnë këto politika dhe këto parime në gjurmë konkrete zhvillimi që përfaqësojnë interesat e tyre ekonomike lokale dhe kjo do t'i japte rrugë më pas avancimit me propozime konkrete dhe me projekte të cilat mund të marrin domethënë investime dhe financim në kuadër të porteve më të vogla, siç mund të ishte rasti i Ksamili. Ne kuptoj. Të ndajmë pak tek plani për Bregdetin. Nëse i referohemi planit që keni publikuar ju për konsultim, thuhet që të paktën për ndërtesat ka një kufizim që të jetë 3 deri në 5 kata, ndoshta për zonën e Bregdetit. Ju mendoni si është pritur kjo në fakt nga grupet e interesit? Në vlerësimin ton, pa diskutim që sa më pranë Bregdetit të ndërtosh, aq më ulët duhet të jetë lartësia. Por këto plane përsëris nuk vendosin lartësi në ndërtime, po do të jenë subjekti planeve vendore, të cilat do të vendosin kuotat e nevojshme për zhvillimin e ndërtimit në këto zona bregdetare. Ne ndajmë Bregdetin e Shqipërisë në 4 rajone specifike, duke filluar nga Velipoja në Durrës, nga Durrësi në Kavaj, nga Kavaja në Vlorë, nga Vlora në Konispol. Këtë e kemi bërë sepse kemi marrë për bazë potencialet e karakteristika specifike që përfaqësojnë këto rajone. Tani vetë bashkitë që janë aty në administrim të këtij territorit, duhet marrin në konsiderat potencialet që u ofron territori që administrojnë dhe në këtë kuptim duhet parashikojnë kuotat e nevojshme, të cilat duhet të jenë në një këndvështrim profesional në atë kuotë. Le të referohemi pak edhe planit Durana. Çfarë sjell ky plan në fakt në dimensionin politik dhe ekonomik për zonën Tiranë-Durrës, pra zhvillimi Tiranë-Durrës? Kur u identifikuan 3 prioritetet kryesore të ministrisë, u identifikua dhe si një projekt shumë i rëndësishëm, projekti për planifikimin e zonës ekonomike Tiranë-Durrës. Kjo sepse e konsiderojmë këtë rajon si rajonin më potencial në kuptimin e zhvillimit ekonomik. Ka patur dhe një koq kuptim në media ku e kanë cituar si një bashkim fizik mes Tiranës dhe Durrësit. Dhe vetë termi Durrë në fakt është një term i cili ka marrë spunton nga një studim i kahershëm që e jep me këtë slogan rajonin, por në fakt termi institucional është plani për zonën ekonomike e Tiranë-Durrës. Dhe ky më shumë se sa një plan urbanistik është përsëri një plan i cili trajton mundësinë për një zhvillim ekonomik të një cikli të mbyllur, të një ekonomie zinxhir që ofron efektivitetin e nevojshëm që rajoni të shfrytëzojë asetet e potencialet që ka dhe t'i verë ato në përdorim të rritjes së standardit e cilësisë së jetës për banorit. Propozimet kryesore që vinë lidhur me këtë plan është aksesueshmëria, transporti, është e lidhur me potencialet që mund të shfrytëzohen nga toka fond bujqësor që ka mbetur në këtë rajon, potencialet turistike, potencialet ekonomiko-kulturore dhe në këtë kuptim janë disa dimensione të cilat japin një tablo më të qartë për vetë qeverisjen rajonale, por edhe për qeverisjen vendore, cila do të marrë një reflektim edhe në 2 instrumentat kryesor, që do të jetë instrumenti i planit përgjithshëm vendor të Tiranës dhe instrumenti i planifikimit vendor të Durrësit. Aty do të shprehen më mirë edhe objektivat dhe parimet që janë të shprehur në këtë dokument. Jemi në kohë, jemi pak të vonuar të paktën për këtë plan, sepse zona Tiranë-Durrës ka pasur ndoshta edhe zhvillim më të madh në gjithë vendin. Në kuptimin e këtij planifikimi në nivel qendror, i cili do të jetë edhe
maja e piramidës së zhvillimit të vendit e parë kjo në lidhje me territorin, sigurisht jemi të vonuar. Në fakt, detyrimi ligjor ka qenë që këto plane të mbyllen që në vitin 2009. Po kjo për arsye të saktuara teknike apo jo teknike është vonuar. Dhe në këtë kuptim ne jemi brenda kornizës së harkut kohor që na parashikonte ligji i ri për planifikimin e zhvillimit të territorit dhe prandaj po synojmë për mbylljen e këtyre dokumentave brenda 2 viteve. Dhe duhet nënvizoj këtu faktin që këto dokumenta, pavarësisht se ne kemi patur një përqasje për të marrë ato një reflektim sa më të integruar të gjithë analizave që janë kryer të shkuar, janë dokumenta të cilat nuk lindin nga zero. Gjitha studimet e mëparshme që janë zhvilluar në nivel vendor, rajonal apo kombëtar janë marrë në konsiderat si dokumenta të padiskutueshëm të rëndësishëm që do t'i japin rrugë një vizioni më të qëndrueshëm për zhvillimin e këtij rajoni në 10-15 vitet e ardhshme. Të paktën për këtë plan, ndoshta grupi më i interesuar për të dhënë mendime ose për të konsultuar është biznesi. Si ka qenë feedbacku i biznesit? Ne kemi patur takime edhe me grupet e biznesit. Sigurisht ata e shohin planifikimin si një mundësi për të ndërtuar, por edhe ata janë koshient që ndërtimi nuk mund të jetë më i formatit apo i tipologjisë që ka ndodhur në këto 20-25 vite të fundit. Duhet një zhvillim i cili është i planifikuar dhe mesazhi i parë që ju vjen në raport edhe qytetarëve nga ky proces i cili pritet së vërtetës ka një dimension abstrakt në vetvete sepse e trajton planifikimin në një përqasje të paraur më parë ose të paktën vendet e Europës e kanë mbyllur këtë proces në vite dekada më përpara. Në këtë kuptim, mesazhi i parë që ne japim nëpërmjet këtij procesi është që nuk ka më premis që të ndodh veprimtaria e ndërtimit në mënyrë kaotike dhe pa plan. Ky është mesazhi i parë. Dhe mesazhi i dytë është që ato rekomandime apo projekte strategjike që do të dalin si propozime nga këto dokumenta do të japin një impakt jo vetëm vendor, por do të japin një impakt dhe rajonal. Kështu që dhe biznesi duhet të bëhet bashkëaksioner së bashku me qytetarët që jo vetëm të ndërtohet në mënyrë të planifikuar dhe me rregulla të përcaktuara, por edhe me përqasje që e shpije vendin në një raport më të stabilizuar dhe të qëndrueshëm në kuadër socio-ekonomik edhe në kuadër politik gjithashtu. Për të pasur një zonë ekonomike të rëndësishme siç është Tirana dhe Durrësi, ka nevojë për infrastrukturën e duhur. Në fakt, çfarë keni propozuar ju, sepse ka 3 skenar të paktën për lidhjen e Tiranës me Durrësin, ku hyn edhe rruga e vjetër nga Ndroçi apo Në fakt, kur është trajtuar ky rajon, janë parë opsionale gjitha skenarët e mundshëm se si mundet të ndërtohet një infrastrukturë më e favorshme që stimulon zhvillimin ekonomik të rajonit. Dhe mund të ketë patur citime të caktuara, disa nga akset është që propozohen aksi Thuman Kavaj Rogozhin, Ndroq Unazë Durrësit, është propozuar edhe një zgjerim si opsion i mundshëm i autostradës aktuale, por ky është një opsion akoma më i vështirë. Ajo që në fakt përpiqemi të stimulojmë është që nëpërmjet aksesueshmërisë më të mirë të këtij rajoni, edhe një propozim tjetër është ajo e infrastrukturës ekurrëdhore, ne të mundsojmë një ndërlidhje më të mirë të rajonit dhe të shohim ato ekonomi komplementare që mund të shërbejnë në rajonin Tiranë-Durrës si mundësi për të përmbyllur atë ciklin e ekonomisë zinxhir që përmenda. Për shembull, mbetjet urbane të një rajoni të caktuar mund të përdoren të themi si lëndë parë për një industri tjetër të caktuar. E në këtë kuptim, efektshmëria do të rriste kredibilitetin e këtij rajoni për ta bërë të konkurrueshëm jo vetëm brenda vendit me rajonet e tjera, por edhe në raport me Ballkanin dhe pse jo edhe më gjerë. Doja të përmendja këtu që mos mbetet fokusi vetëm tek zona ekonomike e Tiranë-Durrës, sepse planet kombëtare në farë mënyrë japin edhe premisat e mira për zhvillimin e një hapësire policentrike të balancuar, që nënkupton propozimin edhe rajoneve të tjera ekonomike për ta bërë Shqipërinë më të konkurrueshme edhe brenda vetes. Në këtë kuptim ka patur disa rajone që ne i kemi quajtur rajone ekonomike, gjithashtu edhe rajone të specializuara. Rajonet të rëndësishme të veçantë janë dhe rajonet ndërkufitare. E shohim mundësinë e vendit, sepse plani i përgjithshëm kombëtar nuk duhet mbarë në kontekstin e vetë Shqipërisë, duhet parë në kontekstin edhe raport me Ballkanin dhe Europën. Dhe në këtë kuptim ai propozon edhe disa raporte më të mira ndërkufitare, siç mund të jetë ai Shkodrës me Podgoricën, ai Gjakovës me Tropoj-Has, ai Kuksit me Prizrenin, i Maqedonisë me pjesën e Shqipërisë Pogradecit, apo i ndërlidhjes kufitare me Greqinë. Në këtë kuptim, projekte strategjike duhet mos harrojmë që edhe perspektivat europiane, programet IPA për Adriatik Jonian dhe Med Program, si dhe programet ndërkufitare, vetëm për vitin 2014 deri në 2020 parashikojnë rreth 75 milionë fonde që do të jenë aty për vendet cilat do të mund të përgatisin projektet e duhura për të marrë këto fonde dhe për të kryer më pas investime. Dhe në këtë kuptim, edhe orientimet dhe produkti bazë që sjell ky proces planifikimi në nivel kombëtar, është edhe mesazhi për forcimin e atyre strukturave territoriale të dalë tashmë dhe nga reforma
territore administrative, për t'i dhënë mesazhet e duhura bashkive, cilat duhet përgatisin në frymën e këtyre parimeve dhe politikave, projektet e duhura për të marrë financim jo vetëm nëpërmjet buxhetit të shtetit, por edhe nëpërmjet donatorëve dhe programeve që ofron Bashkimi Evropian. Trajtimi i përbashkët një lloj si Tiranë-Durrës, a kemi të paktën për brenda vendit përveç pjesës kufitare? Sigurisht, është pjesa Elbasan Pogradec-Korç për shembull, apo Vlorë-Lushnjë-Berat, Fier-Lushnjë-Berat. Janë rajone të cilat gjithmonë kanë qenë potenciale shumë të mira për zhvillimin ekonomik. Çfarë shifet si Në rastin e Korçës është një qytet i cili tashmë po kthehet në destinacion turistik dhe në këtë kuptim një afrimitet më i madh me qendrën e Shqipërisë do të jepte edhe mundësi më shumë këtij rajoni për të shfrytzuar potencialet turistike që ka dhe për të krijuar premisa më të mira për zhvillimin e ekonomisë lokale. Duhet parë që flukset e ekonomisë duhet të operojnë në një mënyrë organike. Prandaj dhe ne kemi e parë procesin e planifikimit si përqasje metabolike e kemi quajtur. Është një koncept i cili ka ardhur nga një filozofi holandeze të punuarit dhe ne kemi punuar me ekspertë holandës, cilët janë atachuar pranë Agjencisë Kombëtare Planifikimit Territorit nëpërmjet njësisë Atelier Albania dhe ne gjatë gjithë kohës e kemi trajtuar territorin si një territor organik, ku duhet operojnë flukse të ndryshme të ekonomisë, sektorë të ndryshëm, cilët përmbushin nevojat dhe maksimizojnë mundësitë për të rritjen e të ardhurave për fuqizimin e ekonomisë. Ministria e Zhvillimit Urban mbështeti paktën 26 njësi të reja për hartimin e planeve vendore. Në çfarë faze jemi aktualisht me këto plane vendore? Ka qelluar për koincidencë, por jo për koincidencë tamam, që këto procese janë në shumë sinkron me njëra tjetrën. Neve jemi në synim të përmbylljes së dokumenteve në nivel kombëtar dhe menjëherë kemi nisur procedurat për të ofruar asistencën teknike dhe financiare 26 bashkive të vendit që të fillojnë menjëherë nga puna në përmbyllje të këtyre proceseve në nivel kombëtar për hartimin e planeve të përgjithshme vendore. Dhe në këtë pikpamje, Ministria e Zhvillimit Urban ka përzgjedhur 26 bashki të vendit, të cilat do të fillojnë nga puna në muajin dhjetor për hartimin e planeve vendore. Aktualisht jemi në përmbyllje të procedurave të prokurimit, brenda këtij muaji do të përzgjidhen skuadrat fituese dhe këto bashki do të fillojnë nga puna dhe në një kuadër kohor disi ambicioz, synojmë që brenda praverës së ardhshme këto dokumenta të jenë të përgatitura. Dua të përmend këtu që janë këto 26 bashki, por janë edhe 5 bashki të tjera që përmenden nga partnerët tanë të PLGP-USAID, programit për qeverisje dhe planifikimit vendor, cilët gjithashtu kanë ofruar mbështetjen e tyre për hartimin e 5 instrumentave vendor. Mbeten edhe 30 bashki të tjera, që sigurisht nuk janë jashtë vëmendjes së Ministrisë së Zhvillimit Urban, janë bashki të cilat do të mbështeten me gjitha mundësitë që ka buxheti i shtetit, ndoshta vitin që vjen, por do shohim edhe mundësinë që të bëjmë një takim të përbashkët me 30 kryetarët e bashkive dhe me gjithë donatorët dhe organizmat e huaja që operojnë në vend për parë mundësinë nëse ka hapësirë që të shihen mbështetje të saktuara për këto bashki në kuadër të investimit për hartimin e planeve vendore. Do doja të përmendja gjithashtu se është disi teknike, por jep edhe filozofinë që kemi ndjekur, që në këto 26 bashki që kemi përzgjedhur, mënyra se si kemi organizuar procedurën e prokurimit ka qenë vetëm në 10 lote, duke bërë që secili lot të jetë aglomerat i 2-3 bashkive. Pse? Sepse studioja që do fitojë për të hartuar instrumenteve vendor të këtyre bashkive do të ketë në këndvështrimin e saj një nivel më rajonal se sa vendor. Dhe kjo do të parafronte më mirë planifikimin me interesat e zhvillimit ekonomisë në nivel vendor, rajonal dhe kombëtar. Çfarë ju është kërkuar vendorëve të paktën për në lidhje me përputhjen e planeve vendore dhe 3 planet kryesore që keni ju që janë themeli në fakt nga do nis hartimi? E para, në periudhën e ndërmjetme që kemi filluar procedurën e prokurimit, ju është kërkuar vendorëve të përgatisin dokumentën e nismës për hartimin e planeve vendor. Nisma përfaqëson në një farë mënyrë detyrën e projektimit, vizionin e kryetarit të bashkisë dhe të administratës së re për zhvillimin e territorit që ka në administrim. Dhe paralelisht me këtë ju është kërkuar që mobilizojnë strukturat përkatëse, cilat do të mbledhin gjithë informacionin e nevojshëm të territorit tashmë të ri, sepse dikur ka qenë bashkia ose komunë, sot është bashki dhe administron jo vetëm hapësira urbane, por edhe hapësira rurale. Dhe në këtë kuptim duhet që këto të dhënë, kjo bazë të dhënash duhet të jetë e mbledhur përpara se skuadrat apo studiot do të fillojnë punën në mënyrë që të mos humbasim kohë me mbledhjen e informacionit, ndërkohë që detyra jonë është që brenda pranverës të përmbyllim këtë fazë shumë të rëndësishme të hartimit të instrumentave vendor që ja perspektivën dhe vetë bashkive për të zhvilluar si territore. Duhet parë konsiderat që këtu është një interes i përbashkët në të mirë të qytetarëve, sepse në thelb interesat e qytetarëve do të marrin konfigurim pikërisht në instrumentalizimin dhe hartimin e instrumentave vendor. Aktualisht kemi një ngrirje të paktën të dhënies së lejeve të reja të ndërtimit. Çfarë ju është lënë bashkive ose edhe për këtë pjesë fjala ngrirje në fakt nuk është fjala më jo për t'ju kundërshtuar ju, po për të dhënë mesazhin që në fakt situata e lejeve të ndërtimit nuk është e bllokuar për ato bashki që sipas territoreve të vjetra
para reformës administrative kanë patur instrumenta vendor të miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit, mund të operohet me dhënien dhe shqyrtimin e lejeve të ndërtimit normalisht. Për ato bashki të tjera, mbas reformës territoriale, të cilat sot nuk kanë instrumenta territor, duhet mi koshien sepse asnjë nga bashkitë sot nuk ka me territorit të reja një instrument vendor të miratuar. Por me një vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit, për një kategori të saktuar punimesh, është bërë një përjashtim dhe sigurisht mund të operohet me dhënien e lejeve të ndërtimit, siç mund të jenë struktura me karakter infrastrukturor, me interes publik, rastet emergjente, banesa një familjare apo shtesa banesash një familjare duke ofruar një mundësi për rritjen e këtij ndërtimi me 50% të sipërfaqes së ndërtimit. Pra ato mundësi të cilat nuk pengojnë nevojat normale të jetës shoqërore dhe të qytetarëve, nuk ka asnjë bllokim të lejeve të ndërtimit. Dua të përmend edhe krijimin e agjencie të re në Ministrinë e Zhvillimit Urban, është Agjencia për Zhvillimin e Territorit, e cila do të marrë funksionet e Sekretariatit Teknik për Këshillin Kombëtar të Territorit, duke administruar gjitha lejet zhvillimore komplekse që do të vinë, që do të jenë të një karakteri të rëndësisë publike. Çfarë do të cilë të re kjo agjenci ose çfarë do të lehtësoj? Në fakt, ndarja e funksioneve në fillim kjo agjenci ka qenë e atashuar, domethënë funksionet e saj kanë qenë të atashuara pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit Territorit. Ndarja e këtyre funksioneve duke lënë Agjencinë Kombëtare të Planifikimit Territorit të merret vetëm me pjesën e kërkimit, projekteve dhe planifikimit dhe krijimin e agjencisë së re që do të administrojë vetëm procedurat e lejeve të zhvillimore komplekse, në një farë mënyrë jep efektivitetin që secila nga agjencitë të jetë më e fokusuar në fushën veprimtare që mbulon. Por perspektiva e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit do të jetë që në një të ardhme jo shumë të largët të kthehet në një agjenci me një ndalesë, one stop shop e quajmë, që kupton reduktim të afateve që një aplikant apo një biznes kërkon për të marrë lejen e ndërtimit, duke ofruar shërbimin e nevojshëm zyrtar nëpërmjet kësaj agjencie që agjentët e saj të marrin gjitha lejet cilat ofrohen nga entitete shtetërore në një kohë dhe një afat sa më të shkurtuar. Dhe kjo në këtë pikpamje lehtëson shumë jetën e qytetarëve e investitorëve, duke mos u burkon nëpër institucionet e vendit për të mbledhur dokumentacionin dhe për të plotësuar dosjen përkatëse të cilat duhet të depozitohen më pas për një vendimarrje në Këshillin Kombëtar të Territorit. Jemi pothuajse në mbyllje të vitit 2015, cilat janë disa nga projektet që ju mendoni që do të mbyllni brenda këtij viti ose që janë më prioritar? Projekte më prioritare se sa planet kombëtare në fakt nuk kemi, po sigurisht që shumë projekte të cilat në fakt kanë marrë jetë dhe janë një proces i vazhdueshëm i punës së së ministrisë, janë projektet që vijnë nga bashkitë nëpërmjet dhe që mbështeten nëpërmjet mekanizmit të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, paralelisht me vizionin që ne kemi mundur të shprehim ose jemi përpjekur të shprehim duke marrë një gjithëpërfshirje të madhe të aktorëve që janë bërë pjesë e këtij procesi. Ka qenë edhe puna për artimin e projekteve pilote, projekte të cilat në një mënyrë shprehin vizionin dhe interesin e qytetarëve në projekte më të zbatueshme në nivel lokal. Në këtë kuptim janë disa projekte të cilat kanë filluar dhe po vazhdojnë sipas thirrjeve përkatëse të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, duke ndryshuar fizionominë e shumë qyteteve dhe komunave të Shqipërisë. Ndërkohë, për 2016 me çfarë ta nisni, pra cilët do jenë prioritetet për vitin e ri? Prioritetet për vitin e ri në fakt si ministri dhe si institucion që merremi me artime politikave për fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, prioriteti jonë do të jetë asistenca maksimale që do duhet ju ofrojmë bashkive të vendit, asistencë e cila nuk nënkupton vetëm atë teknike në raport me përgatitjen që ato të bëjnë për artimin e instrumenteve vendor, por është dhe asistencë që faciliton marrëdhënien e tyre me institucione të treta, siç mund të jenë ministri të ndryshme apo entitete të caktuara. Dhe në këtë kuptim ky është një rol shumë i madh koordinues që në fakt edhe pse në pamje të parë nuk sjell një projekt konkret, por futet e saj do të ndihen më njëherë mbas përfundimit të dokumentit, kur do të çlirohet edhe do të futet në brazda normale edhe funksionimi i lejeve të ndërtimit edhe gjithë interesat që do të marrin zhvillim në territoret e reja të bashkive. Keni një afat të paktën deadline për pjesën se kur do të përfundojë gjithë pjesa e planeve vendore dhe planeve të përgjithshme? Në afatet e përcaktuara në termat e referencës kemi thënë që duhet përfundojë si proces brenda 16 javë mbas lidhjes së kontratave së secilit subjekt me bashkitë përkatëse. Faleminderit për prezencën tuaj në studio. Faleminderit edhe juve, urime dhe emisioni. Faleminderit. Nderuar televizionist, ishim në intervistën e të hënës, bashkë do të shihemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi mirë.